të individëve brenda partive politike, jo detyrimisht programeve qeverisë. Shumë kush, zotri Alie, po e sheh këtë si një frikë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të futur në bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje, ndoshta edhe duke pasur një bashkëpunim të dështuar, i cili ka qenë pak para se edhe zona e Osmanit kalonte më pas në listën e lëvizjes së vetëvendosje, edhe për arsye se ndoshta nuk mund ta kenë peshën e barabartë në një koalicion qeverisës dhe nesër pas nesër zotri Kurti zgjohet një mëngjes dhe i shkarkon ata. Po, partitë politike asnjëherë nuk mund ta kenë peshën e barabartë. Pesha vjen nga vota qytetare, kështu që nëse ke frikë që të qeverisësh, atëherë duhet marrë shpesh në zgjedhje, pasi që esenca e një partie politike është merr pjesë zgjedhjeve të qeverisë. Kështu që unë nuk më duhet arsye ajo që kanë frikë, edhe nuk besoj që kanë frikë. Në anën tjetër, pozita e kryetarit të kuvendit po ashtu është një farë lloj sigurese, pasi që është pozitë që zgjidhet, që shkarkohet me 2/3 të kuvendit. Zgjidhet me shumicë, por shkarkohet me 2/3, kështu që do të ishte një lloj sigurese në këtë rast për LDK-n edhe pozita e kryetarit të kuvendit. Mua më pengon po ashtu që tash po në vlerësoj shumë atë pozitë të cilën e kishim vlerësuar shumë vitin e kaluar. Mos të harrojmë që kemi pas një cirk politik në kuvendin e Kosovës me mbi 50 seanca për refuzimin e votimit të kryetarit të kuvendit, pasi që thonin që është pozitë shumë e rëndësishme. Tash po na del që nuk qenë ka pozitë të rëndësishme, pasi që po thonë ceremonial. Mendoj që balancë pushtetës s'ofron asgjë përveç marrëveshjeve politike. As pozita e presidentit nuk mendoj që ofron ndonjë balancë pushteti. Politikbërja në vend